e ajrit në Kosovë zakonisht trajtohet si problem mjedisor, por në thelb ajo është problem i shëndetit publik. Në këtë episod të Equal Voices podcast do të flasim për lidhjen konkrete mes ajrit të ndotur dhe shëndetit. Flasësh për ndotjen e ambientit asnjëherë nuk është shumë, veçanërisht në vendin tonë ku ndotja e ambientit paraqet një prej problemeve kryesore sa i përket shëndetit publik, siç ekspozimi i organizmit tonë. Normalisht ndryshimet e para që reflektohen te ajri ndotur janë mushrit, sepse mushrit ekspozohen në mënyrë direkte ndaj ajrit. E marrim çdo ditë, e thithim ajrin, edhe bashkë me ajrin marrim ato grimca të dëmshme. Shumë duhet me fokusu te fëmijët edhe te nënat shtatzan. Ka qenë si një temë jo shumë atraktive. Themi realisht që shumica e ekspertëve mjekësorë, shëndetësorë nuk i ka dokë si emergjencë e madhe ndotja, sepse jemi ka një shoqëri që sa kemi dalë për luftës, se paorganizuar. Kemi nivele shumë larta të përdorimit të cigareve elektronike, të vejpave edhe të produkte të tjera nikotinës në nivel të fëmijëve, adoleshentëve në shkollat fillore dhe të mesme.